Teleshikues të nderuar, mirë se takojmë përsëri përmes valëve të ACTV, televizioni i komunitetit shqiptar në Michigan, por që sigurisht që do të na ndiqni kudo në mbar rrullin toksor ku ka shqiptar. Ne si zakonisht i përcjellim ngjarjet që ndodhin në komunitetin tonë. Sonde kemi nderin dhe kënaqësinë që të përcjellim këtë mramje dhe së bashku me telekronistin ton, Noah Hila, do t'ju raportojmë se çka do të ndodhin sonte në këtë mramje me rastin e 13 vjetorit, tani me njëherë do të banë 13 vjetë që u themelua shoqata Mirdita në Mërgjim. Ju teleshikues të nderuar e dini që këto shoqata e mbajnë gjallë traditën e komunitetit ton, përveç qendrave fetare. Komuniteti shqiptar në Michigan është i organizuar përmes shoqatave që të mbajnë gjallë lidhjet me atdheun, me vendlinjen, të ruajnë dhe kultivojnë gjuhën dhe traditat tona të bukura shqiptare. Prandaj sonde kjo darkë tradicionale që ka shtruar Mirdita, sigurisht që ka nderin që të bajnë mirëseardhjen edhe një birit të vetë të shuar mirditor, i mëzat Dom Gjergj Metës, i cili ndodhet në komunitetin ton dhe i cili sigurisht se do të na prezentojnë sonte në këtë mramje. Prandaj ne do të kemi rastin që përmes muzikës, vallëve, fjalimeve të ndryshme ta përcjellim këtë për ju dhe në shtëpiat tuaja. Në vazhdim na ndiqni në programin ton. Ju falënderit. Teleshikues të nderuar, si zakonisht në përmbramje festive, në për organizime të ndryshme të diasporës, marrin pjesë gjithmonë televizori i komunitetit shqiptar. Ne mbase kemi rastin dhe nderin që gjithmonë të kemi personalitete në mbramjet të tilla. Dhe mbase komuniteti jonë shqiptar është i organizuar përmes qendrave fetare, mandej si diaspore kanë gjetë të arsyeshme që të themelohen shoqatat. Shoqatat edhe pse janë krahinore, e kanë domethënien e vetë në organizimin e jetës, në mbajtjen dhe ruajtjen e gjuhës dhe kulturës tonë shqiptare edhe këtu në Mërgjim. E tillë është edhe shoqata Mirdita, një ndër shoqatat këtu në Michigan, e cila po bën 13 vjet që vepron këtu dhe ka aktivitetet e saj. Sonte kemi rastin dhe nderin që të jemi në mbramjen tradicionale që organizon shoqata Mirdita. Të mes njerëzve të ftuar dhe të pranishëm këtu po shohim edhe profesorin e njoftur nga Malësia, Lula Shnika Palushaj, i cili gjendet këtu në mes tonë. Dhe kemi rastin që t'ja marrim një prenanësim se si ai e ndjen vetin dhe si e sheh vetin përmes organizimit të këtyne shoqatave në diasporë. Zotni profesor, mirë se keni ardhur në televizorin e shqiptarëve të Michiganit. Po, mirë se u takuam dhe vërtet është një kënaqësi të jesh i pranishëm në mesin e shoqatës Mirdita. Mirdita një zani i amël, i madh, historik. Mundem me thënë ndërtroje shqiptare një flamur i kombit shqiptar. Për shumë personalitete. Unë s'po nëmëroj shumë prej tyne, por ndërta që ka lënë një emën shumë të veçantë, prendoqi abati Mirditës, Dom Nikol Kaçori, i Pavarësisë, e tjerë, por zotin Luiq, me kalon për shtypjet madhe, Dom Docnikaj dhe librit që kam lexuar, sepse aje pasqyron një jetë
shumë reale të vërtet, more me vojtje, me shumë sakrifica, dhe kjo mirë ditë, po ndejnë në mërgat, prapë se prapë kemi madhe nostalgji, por gjithë një lidhim me atë relatën atje nga kemi ardhë, nga Malësia, Mirdita, Troje, tjera. Po, faleminderit shumë, dhe në këto fjalët e mia të shkurta po e provoj, sot të kem nazi që kem këtu në pranin ton i Peshkvin, Gjergj Metaj. Dhe edhe ky ka e besoj krenarit veçantë ku e kanë emnue natyrisht Vatikani që tjetë në atë zonë të kësaj Mirdit legjendare, mund të them edhe krishtlike, po pse jo? Sepse Mirdita nuk e di sa e studiojnë njerëzit, sa e duen njerëzit, që unë mirditorët e di se e duen. Në mënyrë, si të thush, asaj kolosale për personazhe e jetën e tyne, por mund të them ta ketë në mesin e vetë, në këto ditë ku shprazet Shqipnia, mbeten trojet tona, sidomos pjesët e maleve tona. Pak njerëz me plaka, me pleq. Unë këti i dëshiroj suksese, sepse për mua është një ndër personalitetet që vërtet personifikon fisht e sa të tjerë, me një histori që nuk ndalet. Profesor, ceka ma parë në fillim të kësaj bisede, komuniteti jonë shqiptarë këtu në Michigan është i organizuar për me shoqatave. Pa do ishte mirë që këto shoqatat marrin gjitha bashku një hap, ashtu si edhe ju keni thënë shumë herë, tash duhet të formojmë një qendër kulturore shqiptaro-amerikane, se vetëm ajo i mungon kolonisë shqiptare, diasporës shqiptare këtu në Michigan. Dhe çka është ndërmarrë deri tani në këtë veprim? Po, Luizi Dashtun, po pse jo? Ju jeni vetëdijshëm në për gjitha aktivitete ku keni marrë pjesë dhe si veprimtar vërtet i palollën mund të them. Është interesant se edhe nga Konica, Noli e tjerë, ate kanë përbuar gjithmonë të kenë një shtëpi kulture për bashkë shqiptar. Dhe kjo nuk vret as kish, as xhami që ka janë këto qendra fetare. Përkundrazi, shqiptarët mlidhen kur janë në masë, kur kanë defile, kur kanë festivale, kur kanë të thuash edhe bashkime për personalitete si është sonte, sa të tjera segmente ku do të kishte një bibliotekë përgjithshme, edhe të vishin gazeta shqiptare, pa ty e besoj se edhe do të hapeshin paralelet në gjuhën shqipe, që është shumë e nevojshme për mësimin e gjuhës shqipe, mos ta stimulojnë shpejt, mos tretim shpejt. Pra, me fjalë tjera e kam, nuk i mungon kishës ardhja e njerëzve. Ata të marrin se është një gjatë që shqiptarët këtu se arrojnë kisha, se arrojnë xhami. Dhe do të kenë njerëz që i kanë gjithmonë prezent. Por, a do të ishte një shtëpia kulturës, unë apeloj të mbarë shqiptarët, ta punojmë dhe ta kemë një shtëpi kulturës, sikur se kanë këta tjerë, nacionalitetet tjera e ka. Pse jo shqiptarët me rreth 150.000 në Michigan? Absolute po. Me profesor Lulashin kemi pa rast shumë herë të bisedojmë, do të kemi rastin përsëri, ndoshta sa është nata sonte të bisedohet për ato, por Lulashi ka botuar shumë vepra. Dhe një ndër shkrimtarët më të njohur në mërgatën tonë shqiptare në Amerikë. Prandaj sigurisht se do të ketë edhe në një surprizë të re. Profesor na thuani, në qoftë se doni na shpalosni, a jeni përsëri në veprim, jeni fort, keni pak mosh, po jeni shumë aktiv dhe po shkruani. A jeni në vazhdimsi të ndonjë romani apo ndonjë vepre tjetër tuaj? Po, Luiz, deshta me thanë, kur s'len zemra e qeta smerdja, pa tjetër se angazhon vetin. Unë momentalisht, disa amiq që më kanë thonë, po dhe ju, kryesisht. Profesor Lulashi, pse nuk e shkruani një jetë shkrim tuajin në përmes kësaj këtyne thanjeve kishim me shpalos, miq, dashamir, thanz, debate, takime me njerëz të cilët janë akademik, njerëz zakonshëm e kështu me radhë. Ja kom filluar ti punimit dhe besoj
sa do tjetë jeta e ime atje në Malësi, do tjetë tash 34 vjetë edhe në Amerikë me misja dashamia. Profesor, të urojmë suksese, kalosh mirë, të mbaj Zoti me shnet dhe me familje, kalosh mirë, të urojmë suksese edhe të arshëm. Ju lumë që jeni aktiv dhe vini edhe për në organizimet të tilla dhe i përgëzoni shoqatat dhe aktivitetet dhe lëvizjet e nevojshme kombëtare në diasporë. Shumë faleminderit dhe sonte po e përsëris edhe njëherë, është nësi t'jemi sonte në shoqatën Mirdita, me atë zonë që e dim gjithë se çka është Mirdita legjendare apo historike. Faleminderit. Faleminderit, ishte ky prononcimi i shkurtër i profesor Lula Shnika Palushaj.
shoqatës Mirdita. Sonte ndjehemi krenar të gjithë se jemi bashkuar si mirditor me miq e dashamir nga Malësia e Madhe, këndej e andej kufirit gjeografik, si dhe nga Kosova në këtë darkë të organizuar nga shoqata Mirdita. Faleminderit. Në ambientet e kishës së Shëmpalit, një nga qendrat më të mëdha të botës shqiptare në Mërgin, ku zhvillohen aktivitete të shumta kulturore e shkencore, si festa e flamurit, kujtimi i herojve dhe martirëve, vepra e Gjergj Kastriotit dhe Nana Terezes, në Veqiç nga Degjo Luli. Ju ftoj të dëgjojmë hymnin e flamurit amerikan dhe shqiptar. Mirditor, të ftuar, miq e dashamir, klerik, përfaqësues të shoqatave, mirë se jemi bashkuar në këtë darkë familjare, tradicionale, që përkon me 13 vjetorin e themelimit të shoqatës Mirdita në shtetin e Michiganit. Mremën tonë, e cila ka si motiv bashkimin në vlerat kombëtare, për të njohur brezat, e për të ruajtur e trashëguar gjuhën e traditën tonë nga asimilimi i botës moderne ku jetojmë. E nderon këtë darkë me pjesëmarrjen e tij i peshqve Mirditës, Monsinjor Gjergj Meta. Ju ftoj një dorë tërkite për i peshqvin e Mirditës. Mirdita nuk është vetëm një krahin legjendare, por është dhe emri i lavdishëm i një besimit që ndreses në kanun e fe, identitet etnik që nuk u thye kurrë. Gjaku saj nuk u bë ujë,
rodhi si kroje dhe armikun nuk e lanë me shkela të troje. Emigracioni i mirëditorëve drejt Amerikës ka nisur pas vendosjes së diktaturës komuniste dhe vazhdon edhe sot. Sot në komunitetin ton jetojnë rreth 500 familje mirëditore këtu në Detroit. Ne jemi krenarë se 3 figura mirëditore kishtare, klerik të kishës katolike, kanë dhënë kontribut në përhapjen e lajmit mirë të besimit katolik jashtë Dheut, siç është abati i Mirditës Prent Doçi, i cili nga viti 1877 deri në vitin 1884 përhapi krishterimin në Kanada dhe bëri të njohur Shqipërinë në qarqet më të larta amerikane për rrezikun otoman. Monsignor Seferoshi, themeluesi i kishës Zoja Pajtore, Zoja Shkodrës dhe Don Mark Gjërmarku, i cili ka shërbyer për pak vite në kishën shërbarik në Detroit, në Australi dhe në Francë. Krenare se jam shqiptare dhe mirëditore nga 2 prindit e mi të mrekullueshëm, Mark dhe Pashke Gjona. Dhe sot në krenari të veçantë më jep kostumi i mirëditor, të cilin e kam veshur enkas për këtë moment festiv. Duke falenderuar malësorin kreshnik nga Rafsha e Hotit, Zotin Anton Marku Junçaj, i cili e ka në muzeumin e tij kostumin mirëditor që daton 200 vjet më parë. Familja mirëditore, si ajo malësore, apo nga krahinat e tjera, është e integruar në jetën amerikane e në botën e biznesit. Jam shumë krenare për sukseset e femrës mirëditore, e cila është e shkolluar në universitetet më të mira të Amerikës, për shëndetësi, farmaci, inxhinieri kompjuterike, kanë qelë biznese, lokale, sallone bukurie, janë këngëtare, valltare, poete, shkrimtare, sportiste e shumë të tjera. Në dasma kur martohen, vishen me kostumin e mirëditores. Në Detroit botohet revista Kuvendi nga Zoti Pjetër Jaku, një duar trokitje. Faleminderit, Zoti Pjetër Jaku. Një pasqyrë vlerësimi e nderimi, ftoj kryetarin e shoqatës, Zoti Paulin Marku. Mirëmbrëma, mirëditë, miq dhe të ftuar. Mirë se erdhët në këtë darkë festive. Të organizuar nga shoqata Mirdita, sonte unë dua të shpreh kënaqësinë time, por besoj edhe tuajën që ne jemi bashkë në këtë natë festive. Miq dhe të ftuar, mirë se ju pruni Zotin. Mirë se ju pruni Zotin Mirdit. Në Mirditën e kapitanëve, në Mirditën e Apak Prengdoçit, i cili na dha këtë gjumë që ne flasim sot si drejtues i shoqërisë Bashkimit. Në Mirditën e Dom Nikol Kaçorit, nënkryetari i qeverisë së Vlorës dhe arkitekti i pavarësisë në vitin 1912, i cili u bë njeriu më i rëndësishëm me shprehjen e tij. Sot, o flamur, o dek, pasi qarqet caktuara teshen ta shtynin atë. Në Mirditën e Gjergj Fishtës, këtij teologu dhe poeti të madh, e shumë figurave të tjera që i dhanë emër, jo vetëm krahinës tonë, por gjithë kombit tonë. Sonte në këtë darkë kemi pranishëm edhe i peshvin e dioqezës Mirdit dhe kryetari i konferencës i peshvinore të Shqipërisë, i cili nuk është vetëm një drejtues shpirtëror, por ai shkruan edhe në poezi, në prozë dhe ka prekur mjaft tema sociale për Mirditën. Edhe me gjërë dhe gjithë kombit tonë. Para disa muajsh në një bisedë me të që pata për Mirditën, me ngelet në mendje dhe me shkakton mjafdhimi fjala atij se që do të ketë Mirdit, do të ketë, por do të ketë mirëditor aty. E duke uruar mirëseardhjen Monsignor Gjergjit, po ju kërkoj të pranishni
që të bëjmë ndonjë donacion sa do të vogël për dioqezën tonë dhe Monsignor Gjergj Meta. Edhe një herë, mirë se erdhe Monsignor Gjergj Meta. Në këtë darkë, ne kemi edhe ftuar të kishës komunitetit shqiptar këtu të cilët i falenderojmë për pjesëmarrjen, përfaqësues të dy kishave tona, Dom Alfred Kalon dhe Dina Çekresi. Përfaqësues të Këshillit të Kishave me kryetar Pierin Preka, faleminderit që jeni këtu. Përfaqësues të shoqatave adhetare, përfaqësues të shoqatës Kosova, Ndrec Mirdita, mirë se erdhe Ndrec. Përfaqësuesi i shoqatës Kastrati me kryetar Loc Lumaj, përfaqësues të shoqatës Kelmendi me përfaqësues Ervin Tinaj, përfaqësues të shoqatës Besotek Diaspora, Zotin Altin Zaloshnja. Mirë se erdhet, mirë se u pruni Zoti në këtë darkë festive. E duke ju falenderuar për prezencën dhe për t'i lënë radhën programit tonë dhe të ftuarve tanë, uroj që në ndihmën e trokitjeve të kotave rakisë dhe të bisedave e të muzikës të kalojmë një darkë sa më të këndshme. Faleminderit e mirë se ju pruni Zoti të gjithë. Monsignor Gjergj Meta me një përkushtim të veçantë ka ngrit lart frymën e mësimeve të shenjta me një inspirim për lartësimin e botës shpirtërore të mirëditorëve, gjithmonë pranë tyre për të mos e braktisë trojet tona, të cilat po na i ruajnë vorret. Monsignor Gjergjin mund ta krahasoj me abatin e Mirditës Prendoqin, i cili themeloi 16 kisha katolike në Mirdit dhe në unitet me kapitanin Gjon Marku siguroi identitetin e tij të krahinës të varur direkt nga Vatikani. Besoj se synimet e Monsignor Gjergjit janë si të abatet e Mirditës për t'ja rikthyer lavdin kësaj krahine legjendare. Kisha Dom Gjergj është një kishë në lëvizje për këtë njeriu si Jezu Krishti, që çon mesh edhe për 2 plaka. E ftoj Dom Gjergjin për bekimin e kësaj darke edhe për të mbajtur një fjalë përshëndetëse. Kjo vlodu Krishti. Mirë mbrëma të gjithëve. Shumë faleminderit për këtë mbrëmje të mrekullueshme që kaloj me ju, mes jush. Falenderoj organizuesit e kësaj mbrëmje, shoqatën Mirdita me kryetarin e saj Paulin Markun, të gjithë ata që në mënyra të ndryshme janë angazhuar për këtë event. Falenderoj edhe ata që nuk janë mirëditorë, se mirëditorë s'kam si mi falenderu se janë shpis, se jam i pesh vityne, por edhe ata që kanë ardhur nga Malësia Madhe apo nga Kosova, falenderit shumë që jeni bashku në këtë ditë. Nuk du me ju majtë predikim se prita me të thënë drejtën se ku ju shoh në mesh në njënin nga ju mirëditorët, po me meshën e keni pak marrëdhënien të vështirë, kështu që herë tjera është mirë me ardhë dhe në mesh ka herë. Po, dal nga dalë, besoj se do të vini dal nga dalë. Mos ju do të vinë fëmijët e juaj, ndoshta një nesërme, po meshën s'duhet me harruas një herë se është ajo që e ka majtë Mirditën. Lutja dhe Zoti e ka majtë Mirditën ajo që është, me thënë drejtën. E kështu që Zoti duhet i falë në njerëz gjithmonë. Unë duhet i falenderoj emën për emën. Sot e pash miqtëri e të vjetër. Duhet falenderoj meshtarët që janë të pranishëm, Don Fredin, i cili gjithmonë më ka prit me përzemërsi, bashkë me Don Giovannin që punojnë këtu në kishën e Shënpalit, Dom Dino në kishën e Zojës së Shqiptarve, më pëlqen ma shumë me quajt mu, bajtoria e Shqiptarve, po gjithë ju që jeni këtu të pranishëm. Pash nërmjet tavolinash edhe disa miqtë vjetër, unë nuk mund të rri pa përmend, por
nuk do të ma merrni për të madhe sepse pashë ishin 2 tavolina plot familjarët pasardhësit e Pjetër Çupqafës, edhe mikun tim të dashtën Simon Qafa, i cili nga New Yorku na ka përshëndet, që kanë qenë gjithmonë afër kishës pranë komunitetit, edhe për mua janë miq dashur edhe mirëditor shumë të mirë, sikurse të gjithë ju jeni mirëditor të mirë. Zoti ju bekoft juve, Zoti e bekoft Mirditën, Zoti na bekoft gjithë neve, e bekoft edhe këtë darkë në emrin Tatit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Zoti ju rujt. Shoqata Mirdita dhe këshilli i saj vazhdimisht, sidomos këto 2 vitet e fundit, ka qenë veprues e nderuese, duke marrë pjesë aktive në jetën e komunitetit, në veprimtarit kombëtare të 2 kishave, aktivitetet e shoqatave që veprojnë në komunitetin tonë. Në këtë darkë, kryetari i shoqatës, Zoti Paulin Marku, do të ndajë disa mirënjohje. E ftoj kryetarin Zotin Paulin Marku. Të nderuar pjesëmarrës, shoqata Mirdita e krijuar vitet e fundit, gjithnjë e më tepër po aktivizohet në aktivitetet e saj. Por këta aktivitete asnjëherë nuk mund të organizohen pa ndihmën dhe kontributin e mirëditorëve. Një kontribut të cilin kanë dhënë shumë persona, por ne sonte do të veçojmë disa prej tyre. Të cilën është një certifikat mirënjohje pas vdekjes për zotin Putin Qafa, drejtuesi i parë të shoqatës Mirdita. Ftoj familjarët e tij që të tërheqin certifikatën e mirënjohjes e njëkohësisht tulin duar trokitje për kontributin problemet e kulturës. Vllazën e motra mirëditor, vllazën e motra shqiptar, të nderuar meshtar, shkëlqia jote Gjermeta, Dom Fredi, Dom Giovanni dhe Dom Dino, përshëndetje, me lejoni në emër të familjes Kujtim Qafë, të falenderoj shoqatën Mirdita për këtë përkujtim të vllajt tim, i cili i ndjeri e meriton me krejt zemër e me shpirt. Prej lindjes, kujtimi ishte shqiptar i vërtet, nuk kursev as parë, as familjen e tij për kombin shqiptar, për Mirditën tonë. Ishte në natën ishin në Shqipni me i ndihmu salibërisht të bëhet kryetari i parë antikomunist. Ashtu i ndihmoi edhe gjën Mark Gjomarkajt më bëhet deputet në Shqipni në natën ishin. Prandaj, kohë për kujtim jeta ti, shpirti ti, kjo fëmijë në atë jetë. Mirë që ka për Zoti, edhe njëherë faleminderit shoqata Mirdita. Personi i dytë që do marri një certifikat mirënjohje, edhe ky pasi ka shkuar në Mshin, është Viktor Toma.
Ftoj përfaqësues familjes të vinë të rreqin certifikatën. I jepet zotit Viktor Toma pas vdekjes për pjesëmarrjen dhe kontributin që ka dhënë në shoqatën Mirdita. Ratë parë, përshëndes gjithë prifterit e tashamer që ka ndarë në këtë mbledhje. Jemi të nderuar me respektin që bëjnë për kushenjën dhe për Viktor Tomën. Asnjë nga familja Viktorit nuk janë këtu se janë Shqipni, kanë shku prapa të me bë respektin mortor, por të nderuar qoftë gjithë, të nderuar qoftë shoqata me kryetarin e këtij çasti ngre, e nxjimi inshallah mbledhja gjithmonë. Personi i tretë që do vjetë marrë një certifikat mirënjohje është zoti Frank Vogri, i cili me kontributin e tij që në krijimin e shoqatës e deri më sot nuk i ndahet dhe është njeriu më korrekt e më i përkushtuar këtu. Ftojmë Frank Vogri të tërheqë certifikatin. Përshëndetje të gjithë pranishmëve. Të gjithë pranishmëve përshëndetje. Përshëndetje mirëditorëve, mishëve dhe dashamirësve të mirëditorëve. Përshëndetje të dashur vëllezër e motra, sone jemi në Qatin, ku predikohet fjala e Zotit, dashuri dhe vëllezëri, që është shumë domethënëse për të gjithë ne. Dhe kjo predikohet nga meshtarët shumë të përkushtuar ndaj besimit në Zot. Për sa i takon mirënjohjes, unë them që mirënjohja në radhë parë i takon Mirditës, bijve dhe bijat e saj të cilët punon ndër breza me përkushtim të jashtëzakonshëm, ku i dhanë emër Mirditës edhe jashtë Mirditës, si në Shqipëri edhe me larg në Evropë e Bërdej. Unë jam i vogël që të marrë një përshëndetje për kontributin, se kontributim ka qenë i vogël, por e thëmë me plot gojnë që me zemrën plot për Mirditën, për atë dhe orë. Përshëndetje të gjithë dhe faleminderit. Personi i tretë që shoqata Mirdita dhe këshilli i saj ka vendosur të jetë mirënjohës është zoti Valentin Lumaj për kontributin dhe ndihmën që ka dhënë në raste të vështira tek shoqata Mirdita. Ftojmë Valentin Lumaj të tërheqë mirënjohje. Kjo për tërkishti, vllazën e motra, mirëditor, malësor, shqiptar të anakëhinave, të nderuar meshtar, të përndeshme meshtar, im Zot Dom Gjergj Betaj, Dom Fred Kalaj, Dom Giovanni Kokona, Dom Dino. Unë vlerësoj këtë mirënjohje, por duhet të ndaj me gjithë ju që keni kontribu për atë aksion humanitar, për shërbimet funeralet motrës tujt, motrës tonë. Këtë mirënjohje duhet të ndaj me kishën e zojës bajtore që e mbështeti këtë aksion, me Dom Dino që kretin që ishte promotore i kësaj lëvizje, dhe me gjithë ata kontributorë që banë të realizuan atë amanet saj, motrës tonë që trupi saj të kushtojnë në Mirdit atje në vendlindje. Unë e kujtoj ato momente vështira, unë i kam dalë dhimbjen e saj me veten, me familjen, atë dhimbje që ajo në morë me vete për familjen e saj, për fëmijën e saj, që i mungon aq shumë. Por
e kam një paqe dhe një gëzim, një paqe shpirtërore që u realizua më neti saj. Dhe me kaq unë duhet të falenderoj organizatorët e kësaj darke, zotin Pavlin Marku, Pjetër Jaku, Zet Përgenga dhe gjithë juve, përgëzoj shoqatin Mirdita për gjithë këtë punë, riorganizim dhe ringjallje që ka pas vitë të fundit dhe vazhdoni misionin tuaj të trashëgoni vlerat, kulturat e traditat më të larta të Shqipërisë që kanë origjinë në Mirditë. Mirdita simboli i qendresës, i krenarisë dhe i mbijetesës kombit shqiptar. Faleminderit. Personi tjetër që shoqata Mirdita i është mirënjohës është Agustin Qumi, me kontributin dhe ndihmën e tij të veçantë që ka dhënë për shoqatën Mirdita. Faleminderit Agustin. Personi tjetër në radhë që shoqata dhe këshilli i saj janë shumë mirënjohës është Besmir Gjini për kontributin e vazhdueshëm që ka dhënë në shoqatën Mirdita. Faleminderit Besmir. Një nga kontribuesit që në themelimin e shoqatës është edhe mirëditori Gjon Simoni, të cilit jemi mirënjohës për kontributin që ka dhënë në krijimin e shoqatës Mirdita e deri më sot. Faleminderit Gjon Simoni. Zotit Tom Gjerë Speta, Kreshën e Mirditës, falenderoj shoqatën Mirdita, këshillin e shoqatës dhe ju zotin kryetar të stafit të drejtues. Faleminderit. Dhe më lejoni të bëj thirrje në këtë rast. Të gjithë të rinjve, sidomos të rinjve mirëtor që janë në Michigan, të afrohen pranë shoqatës Mirdita, se kanë vlera dhe kontribute për të dhënë për shoqatën dhe për veten e tyre. Faleminderit. Faleminderit ju. E personi i fundit që shoqata dhe këshilli i saj ka menduar të jetë shumë mirënjohës për kontributet e tyre që ka dhënë për kontributin që ka dhënë me shoqatën Mirdita zotit Mark Tusha. Mark Tusha, faleminderit për kontributin. Falenderoj kryesin për këtë vlerësim që na jepet, edhe do vazhdoj kontributin tim për të mirën e shoqatës. E me Mark Tushën mbyllim ciklin e certifikatave të mirënjohjes. Por duhet ju drejtohem të gjithë mirëditorëve se nuk janë veç këta kontribuesët, ka edhe shumë të tjerë. Por i ftoj ata që t'i afrohen të shoqata, sepse afrohemi me Mirditën. Nuk afrohemi me kryetarin apo me një person tjetër, por afrohemi me Mirditën dhe ju vajtire të afrohemi me Mirditën.
në nemin Myrdit këtë emri ma. Ju falenderoj shumë për gjithë kontributet, për gjithë bashkëpunimin, falenderoj që jeni sot të këto. Ju përshëndes e ju uroj një natë sa më të këndshme. Falenderoj shumë. Është deri një qanë që sonte në këtë mramje, marrin pjesë 4 veshtarë, një ndërto, i përmeni emrat dhe i nderoj kryetari, por duhet ta sjell me mendje kontributin e kishës Shëmpalit me Don Fred Pale. Ftoj Don Fredin për një fjalë përshëndetje për shoqatën Mirdita. Ndoshta është hera parë që sonte kemi aq miq e kjo falë dhe kontributit të antarëve të shoqatës. Kjo fletu Krishti i mirë se në bashkoj Zoti. Monsignor Meta, faleminderit që e bane të mujtën me marrë pjesë këtë vllazni e në këtë shoqëni kaq të mrekullueshme, me kalu këtë natë argëtuese në prezencën tuaj, i ati shpirtënor, i komplet i tanë Mirditës. Ma besoni mu sa herë që e përmeni emrin Mirdit më del parasysh që Mirdita është tamam aja krahin martire e Shqipnisë. Tana krahinat shqiptare kanë vujt, kanë dhanë kontribute, kanë dërë gjak e lëtë, edhe ka banë të mujtën për mekanika Shqipni që kena sot e të ardhmen, ndash Zoti edhe një Shqipni etnike, bashku me tanë së bashkët. Por Mirditën e quj me plot kuptimin e fjallës martire, sepse aja ka vujt, jo vetëm për traditën, jo vetëm për gjuhën, por ka vujt për fenë. E jo dinin kjo se dikush e në pjetën për fenë ata qënë martirë. Me plot kuptimin e fjallës Mirdita ka këtë martire. Janë figurat mrekullueshme e të njoftër të spikatëna, jo vetëm në kulturën e në historinë Shqipnisë, po dhe atë botnore, që ka dhanë kontributin antar dhe bit e Mirditës heroike. Kisha mi u lutë për diqa ju dashtë në vllazën e motra, Zotni Zefi Përgega e përmeni që janë rreth 800 familje mërditore këtu në Michigan, 800 familje. E du në Michigan, të arkidioqezi i Detroitit, duhet me pas 500 familje për me hap kishë të re. Nuk lajnë për me hap kishë të re, po bate ma pak se 500 familje. Vetëm mërditorët kishin mujt me pas kishin e tyne. Ashtë në të vërtet, të i të zërë. Një gjëna nuk duhet për me hum, nuk ka puna këtu të numëri. Kur i kisha thanë mërditorve, po të aja cilësia shpirtnore fetare që manë në zemër qdo mërditor. Kur Zotin në pluratën për me edha me tjertë, Pra në i kisha mi u lutë, Dom Dinoja din shumë mirë, Dom Gjovani din shumë mirë, në të shku një në rekonstruktimin arkidioqesit Detroitit. Avun pikpytje shumë kisha, dhe e sa është diskutua dhe kisha tona. Edhe më bjen atë shkeq se na kena katë shumë shqiptarë të sa muna me pas 5 kisha, e ashtu ju mund pikpytje eksistenca kishave shqiptare. E ta në kja vjen, jo pëse nuk kena dashni për kishin, po jena indiferent. Indiferenca është gjaja më të mërshme në botë. Mërditorët kanë potenca tjashtë zakonshme intelektuale. Kanë potenca intelektuale e shpirtnore tjashtë zakonshme. Po më duket aja që në adaptone ma shumë e ma është se kena low self-esteem. Nuk në mushet menje se i kena ata. Mirditës e kishë edhe jurisdikcion tjetër. Anë edhe jemi në ka shqeve që Monsignor keni detyrë madhe për parë. Me vërtet ju shqepa nga shqyrnore kohën e Mirditës, por nuk ka me haku kurs, kur e ki ba, kur ki fillu përndikimin dhe gërëstimi i fëmive e ki pa kishtë e këtë e këtanë mushet zemër me dashkëni me kësim, kur e shofë këtanë të shqiptarë do këllu kishtë e palit. Po kur e shofë kishtë e shqiptarit, mushet këtë, edhe i shofë kishat në Shqipni, po shatisira, më në zemra ma të. Sepse ka një ata njërë që ma këtë kishin në Shqipni, pa nërë të në Amerike, kena mush të plët për kena nërë poshtë
në mendu e i përcial traditat tona të gjenerata Shqipëria. Ju rujtësoti e ju me kohë, përparof të zëtë bresh pas bresit e Mirdita e rujtë edhe kjoftë në balë, si fa kanë dikur në tradit e në fe. Zotë ju rujtë ju me kohë, faleminderit. Edhe dy malsor, profesor Lulash Palushaj, një shkriptar i njohur i komunitetit tonë, edhe Luit Gjoka, kryetari i Fondacionit Venilia Thret, të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht për pavarësinë e Kosovës, kanë shkuar nga diaspora me luftu për çlirimin e saj. Profesor Lulashi është këtu. Profesor Lulashi, ju lutem një fjalë përshëndetje, pak sekonda, pak minuta, lutem. Po mirëmbrëma, e mirë se jemi bashku e gjithë. O mirë ditë e dashtu në amël, historike, e pavdekshme. Unë kam u mundua se e di se 2 minuta keni me më dëgjue, po ja filloj prej Monsignor Gjergjit. Emën i dashtu, emën i njoftun historik, studiuës, lata që kam kara mua e u gëzova, me dalë në anën e Mirditës, me u shërbye besa me ardhë e me malë plezhive, sepse rinin e dim ka vojtën e latat mënsisë dhe veneve tjera në tonë trodhin shqiptarë. Por, unë po e them këta, dhe nuk do zja shumë, e kam lexuar Mirditën, historinë e Mirditës, dhe po ju them, pa e lexuar historinë e Mirditës, nuk mundesh me ju afrua me thonë, o Mirdit, ku je dhe si ke kaluar. Se janë, jo vitin 1686, por keni sa e sa, kush e lexon, prem doqin, dom do të snikaj, tonë këtë relat kem me dasht. La adini qka po ju thonë, i thash një personit një dit, kush nuk e njeh letërsin, kronologjin, publicistikën, epopeja, kush nuk i lexon për shkrimer se qka ka ba Fishta, Don Drezadeja, qka ka ba Don Prendoqi i madh i Mirditës, kush nuk e lexon kanuni Lejdek Tukagjinit, që është themeli i shtëpisë dhe i ruajtës Zhomar Kaxhonit, që është zbatue në tonë trevën e veriut, kush nuk e njeh me shtarin, kisha me ju lutë kthehet e ta njoh mire, sepse alfabeti është me ta, harta Shqipnis etnike është me ta, besa dhe burnia e ruajtja e tëna viseve është pashtu me ta. Dhe Monsignor Gjergji, unë mi dhe njëherë po të më ty e meshtarve sa i di këto, në krye pa tjetër me meshtarit tonë këtu, Fredin, pastaj kem do Gjovanin, meshtarin e kish Zoj Spajtora ne dhe tona shëqata që ka keni, rënoshi, përparoshi, kaloshi mirë, me një apostrof. O ta duam dhe ta nerojmë njani tjetër se gjonë kësa i bote nuk i merët vetëm dashnia e respekt e mirë cilja me njani tjetër. Një ndërim i veçantë sonte për këshillin e kishës Zoja Pajtore, që ka ardhur gjithë këshilli me ndëru shoqatën Mirdita. Ftoj këtu profesorin e shoqatës Kosova, Besnik Ndërja. Përshëndetje, nderuar pranishëm, e nderuar shoqata Mirdita, të nderuar klerë fetar, Monsignor Meta, faleminderit për ftesën edhe për eventin. Sot Kosova këtu e ndjen veten si në Kosovë, si në shtëpi vet. Unë vet kam origjinë prej Mirdite, edhe doja jem këtu në rreth Mirdita është prej Mirdite. Mirdita nuk është vetëm Mirdit, por Mirdita është edhe në Kosovë, edhe në Europë, edhe në Amerikë. Mirdita nuk është vetë. Faleminderit për respektin, edhe njëherë për gëzimin e në eventin këtu. Noc Lumaj nga shoqata Kastrati.
Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Në emrin e shoqatës Kastratit, i falenderojmë shumë kryetarin e shoqatës Mirditës, zotin Pavlim Marku, për ftesën që na ka bërë. Edhe falenderoj edhe bordin e gjithë organizatorët e kësaj darke që e kanë bërë në mënyrë të përsosur. Faleminderit shumë për jush. Falenderoj në mënyrë të veçantë i peshqvin e Mirditës, të koj rasti sot me një e meshen e tina. Por unë mendoj që nuk është me kenë vetëm i Mirditës, por me kenë i krejtë Shqipërisë e i Kosovës, krejtësisht se e meriton se ishte shumë i Zoti dhe i Shkote. Po, është nuk do me mojtë mas gjatë, por falenderoj shumë e shumë gjithëve të kalosh i sa më mirë e miru pashim. Tani do kalojmë në një program muzikor. Në ndërojnë sonde këngëtarët Anjes Andoj dhe ka ardhur enkas nga Mirdita, këngëtarja e talentuar Brenda Beci. Një ndërtërkit e lutë. Sonde kemi edhe një vajzë malësore 8 vjeçare, e cila ka ardhur në plot dëshirë me ndërua Mirditën, me ndërua Monsignor Gjergjin, me ndërua shoqatat dhe gjithë antarët e shoqatës Mirdita, pa kërkua asë një shpërblim. Ajo do të këndoj një 2 kam, Zemra në rre për Shqipëri dhe Çka ka zogu. E ftoj në të këngëtarin. Ja
është një talent në kulturën dhe në artin e diasporës, ka qenë edhe një shkollë për të mësuar fëmijëve tanë që linë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vallën e bukur popullore. Ka qenë pjesë e stafit të Radio Tiranës dhe në festivalin ndërkombëtar në Washington DC në vitin 2003, ku morën pjesë 147 grupe nga gjithë bota. Performanca e grupit saj me Anton Marko Njulqaj u shpall si nderi i gjithë grupeve në të gjithë botën. E ftojmë Elvanën për një kërcim.
gjithëve.
Përshëndetje të gjithëve, edhe më qefi që u shikoj gjithë mbledhur bashkë. Kujtoj gjithmonë fjalët e një gjeniu të këngës shqipe, që thoshte që nga ajo ditë një fjalë e tha jeta kur i rënë peshon trojt e veta, i pavdekshmin duhet për kola, biri Mirditës. Falenderoj Dom Gjergjin që ka ardhur këtu, ka përgjyrë Atlantikun, ka ardhur nga ana tjetër, edhe është gjithmonë i mirëpritur në komunitetin tonë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Dom Fred Kajlet për gjithmonë për përzemërsinë dhe për mirësinë e tij, që gjithmonë kishën e shëmpalit për aktivitetet tona. Mirdit, je grahin që ke shumë vlera, je grahin e cila e ka mbajtur gjallë shqiptarin, ndër shekuj. Je grahin që i ke rezistuar pushtuzve, dhe urojmë vetëm më të mirën për ty. Në vite u shtofsh, u trashgofsh, edhe Zoti trujt Mirdit. Gjithë jetën. Shef me batë me skjaru mirë, ju lutë me skjaru mirë. Këtë nacion nuk tashtë ju ba për dioqezën e Mirditës, sepse menim të Zotit ka marrë Monsignori njëherë tjetër për kena me shtrim komplet komunitetit. Ashtu kjo fësë kujtojtë se kena ba për katedralin e Shkodrës, që janë levë $800,000. Atërën ka me kanë donacioni për dioqezën e Mirditës. Një fjallë kena me shku New York, kena me kanë të Detroit, kena me shku në vendet tjera Kaliforni. Ju nuk jeni në ato një mështar, i di shumë mirë nevoja që ka një i pesh, si i thonë të Amerikan pedikesh, i vjeni njëri që do të dikush me Allah një dhorat, me ava dikuj me një muj njëri të snur, dhe këtë qashtë. Kisha me kanë, me të vërtet, kishtë me kanë me vudojnë në zemër, i marrën sa pare që një ketë për veti, po atjene për dioqezën. Si ashtë ta fjalla poplit që thotë, u dërdhojera në lakna, alina ku do që të shkojnë në Mirdit ka me shku. Por me një Zotit, i kam thënë Monsignori që ka marrë vitin tjetër, e ju lutëm, kena me i mobilizu të nga shëqatët për me ba një fundraising vetëm për dioqezën e Mirditës. A besoni mu, për shamë kur kam kënë për me vizitu Monsignorit ka kënë një building që ashtë dashtë tepër i nevojshëm për dioqezën, i ka lanë Vatikani, Papa, direkt, pas drita është dhëtë të tanë, Papa Francesco, kur ka folë në Monsignorit ka lanë $50,000 për në mujtë me mdheni, pashtë një që ka vlerë shumë atë malët, për të kanë vetë në bërqë, e kanë marrë një pjesë për kanë vetë në bërqë. Nuk e në ty u mlelë sanë dhe me ba fundraising për këtë dioqezën, vetëm për Monsignorin. Sot i vjetë, dhe një të Zotit, kena më organizu sa më mirë ma, si ta që dhe jherë që me mujtë me ba një shumë konsiderushme, që në mundën në mundë. Me fillu me ba i themele me ba të qatë në Mirdit. Nuk ka me arna, nuk duhet me dha vetëm arna, duhet me ba diqa prej fillimit në delfat. Me një Zotin të tujen, edhe me vullnetin tonë njërë kena me organizu tanë shqiptarë. Këtë në diasporë, si kena ba për Kosovën, për a ba katedralja, si kena ba për Shkodrën, që ba katedralja, duhet me ba tash edhe për Mirditën. A besoni mu ka me të keqë, ka me të keqë. Aja funksionon, punën, faleminderit Zotin, por nuk ka me kapacitetin e plot. Unë për veti, vetëm që dëmë fred, jo dini se nuk jam pasanik, e kam dhani $1,500, janë dëmë Monsignorit për aktivitetin e ti si maritor. Zotin trujt e bekoft, e inshallah ta na vendorë në zemër, edhe bak në qa për ju. Zotin trujt. Shani
Kur për të mirë
mbrëma të gjithëve. Mirë se keni ardhur dhe është një gjë e mirë se gjithë mirëditorët, dashamirët e mirëdijës në këtë pjesëmarrje shumë e mirë, po jo madhështore se ka edhe një 3 herë kaq mirëditor të ndërtorit. Megjithatë, mirë se keni ardhur, ju falenderoj për pjesëmarrjen. Tani do lexoj sa emra që kanë dhënë dimesin e tyre për kishën e Rëshenit. Pavlin Marku, kryetari i shoqatës, $200. Dot Qafa, $200. Elvis Prendi, $250. Ervin Tinaj, $100. Kristian Tilaj, $100. Manusha Qafa, $300. John Simoni, $100. Elton Simoni, $100. Ferdinand Deda, $100. Fran Leshi, $100. Ndoç Lumaj, $100. Martin Gjoci, $100. Marqe Dëmgjoni, $20. Altin Zaloshtja, dhanë me zarf, arqipeshët Mirëdijës Gjorgje Meta, $100. Genti Matko, dhanë dëm Gjergjit, $100. Agustin Gjeka, $100. Ndue Prenga i Kaqinarit, $100. Dhe Erion Leshi, $100. Ju falenderoj gjithëve, gëzime dhe të mira jo këthefshit. Respekti. Nuk e dia u ka kallzu Doda, po e kam kushëri Dodën. Një dorë të kite për kushërimin teme. Një dorë të kite për Erionin që do të klinjen. Që për kishën e Rëshenit ka kontribu $1.500. A ku jam rregull ajo? Hajder. Sa? Zhavalin Kashori $100, a ka tjetër? Pjetër Gega $100, a ka tjetër? Agustin Shupi $100, a ka tjetër? Pjetër Jaku $100, vazhdoni. A ka tjetër, mi afroni shtu se kërkëm lëgërine, nuk më del numri. Ba, Shpija Tucit, $100. Nisi ka marrë certifikat mirënjohje, $500. Vesmirëzini, inxhinieri i nderuar Agustin Gjoka, $100. Shpija Cilit, $100. Vazhdoni. Vazhdoni, hajde, bjeri. Nubrema i Kushnenit, $500. Ha, Nuhina, $100. Kush? Për Pjetër Gegan edhe për Erioni, $100 Pramera Savani.